Se gjeta. Kemi zemra e sistemi shëndetësor. Këta janë të parë që janë fundur perkursin e formimit të një sokorritorit, të një dhënësi ndihmës parë. Janë gjithë certifikuar. Gatishmëri operacionale, sidomos tashin në të periudhën që është më e ndjeshme sepse janë festat, ka më shumë lëvizje, qarkullim, prandaj dhe nga ana ime personale si mjekë, po edhe institucionale, ju falenderoj. Doktor Kledi është përgjegjësi i njësisë koordinimit. Si jeni, mirë. Ndriti është përgjegjësi i sallës infermierisë dhe Odeta është shefja burime njerëzore. Si jeni? Jemi i vetëm institucion shefe që këtu mbasim temperaturën që nga Covidi. Kemi dhe një gjithë veçantë. Pikturën atje në kohën e Covidit ne i ka dhuruar Agim Sulaj që fitoi dhe çmim. Këtu ne është njësia e koordinimit, truri si thua i këtij institucioni. Po sigurisht. Përshëndetje, doktor Gleni është primari. Mirë. Duke qenë që ju shefe i njini sistemin italian, Po. duke mos pas Guardia Medica, ne i kemi lënë 3 mjekë, japin 3 konsulenca mjekësore. Doktoresha, pastaj janë dhe infermierët. Thirrjen e parë e marrin infermierët. Gjithë secili ka një sistem, kanë 3 monitorë, në cilin në një është rubrika. Ne gjithë numrat e telefonit i kemi të inseruar, nuk kemi turkojmë numrat e telefoni. I kemi rubrika, i klikojmë dhe niset thirrja. Pastaj është skeda e të dhënave, pastaj është filtri që bën kodifikimin e smundjes për keqësimin. Përsa këtu në Google kanë gjithë ambulancat ku janë. Tu kemi vlerësim, kthehesh menaxhimi, në momentin që i bën save misionit, infermierja menaxhimit hap misionin dhe i del ambulanca që është më afër qytetarit. Dhe klikon mbi ambulancën nisë thirrje. Sa më mirë është menaxhuar sistemi, është më shumë jetë shpëton, është matematikë thjesht. Kjo është salla e maks emergjencës. Kjo është maks emergjencë, që është përdorur sigurisht në kohën e tërmetit dhe në pandemisë. Po. Kjo është një sallë e cila, nëse ndodh diçka, në kohën zero aktivizohet. Dhe ndërkohë këtë e përdorin edhe për trajnime. Gjithë staferi që vijnë, sepse duhet të jesh vetëm mjek. Jo, absolutisht është skuadra atje dhe niveli i përshtatjes me teknologjinë që ndryshon, ne dimë që teknologjia digjitale ndryshon aq shpejt sa. Tu jemi dhe në sallën e trajnimeve, dhe në sallën e mbledhjeve, këtu diskutohet çdo gjë, mësohet çdo gjë dhe vijnë gjithë Shqipëria. I kemi kaluar mbi 10.000 veta trajnime këtë sallë. Është e parë që takoj, falenderoj për gatishmërinë, për korrektesë, për operacionalitetin që keni, sepse është zëmra e sistemit shëndetësor. Një qendër si kjo po e përgatisim edhe në Vlorë, në këtë informacion të menjëhershëm. Duke kaluar dhe në qendra tjera, duke zgjeruar qendra tjera, pastaj është dhe më afër pacientit, besoj apo jo. Ajo që ne duam si institucion është dhe fakti i përfshirjes së universitetit. Këtu janë instruktorë të ndryshëm, të fushave të ndryshme, veç administratës, që trajnojnë kurse ndërkombëtare të certifikuara nga Amerika dhe Europa.